Zakonisht në kandin e Facebookut janë mësu shikuese që t'jem bashkë me Bleronën, por kësaj here janë bashkë me mua. Kam kënaqësinë sot të madhe dhe të veçantë se në kandin e Facebookut kemi një artist me plot kuptimin e fjalës, të madhin Sabri Feyzullahu. Kam kënaqësinë sot që jemi bashkë në studion e emisionit Një Kafe me Lavi. Dhe unë jam shumë i nderuar, Lav, që më këftuar të jem mysafir ju. Me njerë si tham edhe postum që Sabri Feyzullahu do tjetë në kandin e Facebookut sot, 172 komente me njerë kanë arrit. Kështu që është një kënaqësi e madhe kur jemi edhe drejt për drejt me shikuesit bashk që ata e kanë mundësinë që të shprehen edhe të bëjmë pyetje për ju. Unë do të mundona që pak a shumë ti bëj gjitha ato pyetje, por që janë shumë ta është e pamundshme. Kështu, për anisim me këtë pyetje që ka bo Adriani. Agji Sabri, do kërë mi pas 18 vjetë, je maj miri. Edhe plus tash, këto e ka thonë Buli, e Adriani ka thonë për mëjti, për fundi, me njerë pyetja tjetër. A bo mi thonë Agji Sabri, pse i bre i qëtë që to konë ka qëtë mira? Po të faleminderit edhe Bulit edhe Adrianit që kanë thonë për mua, dhe për kongët që po i thotë pse po i qesë të kongët mira, nuk janë kongët e mija, kongët janë që i kompozojnë kompozitorët edhe orkestrusit edhe ata që i shkruajnë tekstet, edhe unë veç mundohem që atë punën e tyre, për artistëve që e kanë bërë, ta transmetoj, ta barti deri te ndëgjuesi që e ndëgjon pastaj këtë këngë që i pëlqen, edhe jam shumë i lumtur. Në anën tjetër, para se t'ja nisi t'i bëj edhe pyetje tjera, që ka shumë thash pyetje, veç po vazhdojnë, dhe më thonë d'vinë një mas tjetërës, unë kisha dash që këto momente të pës përgjithsi, sepse po thuaj që ke qenë aktiv jashtë normë këtë vit, ki kënuar mjaft, nuk jenë dalë asë një herë me një energji shumë pozitive, me një energji shumë fort, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Maqedoni. Duke mos e haruar edhe këtonën tjetër Malin e Zi, që ki qenë mjaft atraktiv. Si e nalë asë një herë. Po la për në korek edhe ngusht kam kënduar 52 net, pa ndërprejhiq, edhe i kam bon 20.030 km që e kam vozitur makinën vetë. Po, ta them drejtën, nuk jam lodh për arsye se tash i bje me thonë si shdo kantarë se në kështu themi. Po, sinqerisht, unë nuk muj me folë për veti. Për mua mund të flasin vetëm shikuesit ndërruar dhe ndëgjuesit e këngëve të mia, ata që i ndëgjojnë, edhe ata që kanë qenë në ato mbrëmje ku kam kënduar unë. Edhe ti ke qenë dëshmitar, po me kesh me thonë, ke qenë mbrëmje, edhe s'fundi kena qenë në Zvicër bashku, para një jave, sa 2 jave. Zoti Avniu që e përshëndet shumë nga zemra. Avnia që tash edhe mesazhin më çoj përshëndet Masabrin. Edhe Avniu unë e përshëndet shumë, menaxherin tim edhe tëndin, edhe i dëshoj gjitha të mirat atij dhe familjes tij. Edhe thash ke qenë dëshmitar dhe kur kam kënduar në Durrës, në pista Kosova edhe gjithë andejnë për Kosovë, në gjitha qytetet pothuaj të Kosovës, dhe në Ulqin, te Kupoja, në si quhej, në Ulqin, te plazhi vogël që kemi Hollegro. Në Hollegro. Pritet që ma ka ba publiku, unë vdes, po me mujtë edhe atëheri kujtoj, si me thonë, deri a ditë që vdes, unë i mbaj, më kanë pritur tër jetën, si vetën e zdi që ka ndodhur kështu, që më kanë pritur aq mirë kudo me ovacione, se po levdona shumë, po veç am lejon ti falenderoj nga zemra. Falemderit 1100 herë kudo që janë ata. Falemderit shumë për Dora Trokit që më kanë dhuruar, për ovacionet, për thirrjen e emrit që më kanë bërë gjatë mbrëmje. Falemderit shumë falemderit. Edhe unë për i falenderoj sepse kam qenë dëshmitar aty, kur disa herë je duft mu këthy edhe me këndu këngë. Disa herë je duft mu këthy në skenë për shkak Dora Trokitjeve, edhe Brorikjeve, edhe një. Kështu që falemderit në emën të madhit Sabri Feyzullahu. I vetmi njeri je që s'ke bo duet
me Ermal Feyzullahu. Babë birë. Hiqëtina. Unë kam shumë dëshirë të bëj duet me Ermalin, edhe kur i them bëjmë duet, aty si thmi u për prindin, aty në thot, babi hajtë se ne ditë një herë, edhe shkon që tu i thom, Ermal, ajo me të bëjmë një duet, se s'ko tim se... I thot, lepre, babqa, me dollë në televizion, edhe që e tash babe birë, kinë se që në poknoj me le, babi jam, thot lese, e marre. E dëshirë kam flak, po lidhe me diçka, bën për duet, me s'pas ka shkruar. Për mua është një njeri shumë i madh, një poet shumë i madh, një intelektual shumë i madh, me emër dhe mbi emër Fatmir Muja, që shkruan tekste në albumin e fundit për mua. Dhe që i ka mbi 700 tekste për gjithë këngëtarët. Është një njeri që rrinë në hije, që është një fshehur që asnjëherë askund s'është ekspozuar, s'është eksponuar. Është shumë i madh për mua. Ai e ka bërë një tekst tash para 2 jave dhe me Resën, me bashkëshorten e tij që i takova, që një grua e madhe që e mbështet dhe që ka motiv Fatmiri gruan e tij për të shkruar tekste. Më tha që e ka bërë një tekst për ta kënduar unë Ermali, më tha që do të jetë si një lloj himni për gjithë njerëzimin, raportin mes babait dhe djalit. Dhe ai raport ishte fillon me një diçka më ashpër nga babai, me një përgjigje djalit që edhe ai njëjtin nivel, njëjtin tonalitet, me njëjtën ashpërsi, deri dikur që bjen thot sikur a ka një rima të shejtse për mua se sa prindërit që i kam. Për Ermalin po them do ta bëjmë një duet, veç i thash Ermalit, Ermal, ti je i ri. Ermali, sinqerisht po them, është më i ri se unë, është më i bukur se unë, e ka zërin më të bukur se unë, këndon më mirë se unë, po Ermali nuk ka diçka që kam unë. Ermali nuk e ka djalë Ermalin. Është interesant këtu, një pyetje që e përmendet edhe inspirimin ndoshta që zotëri Fatmir e merr për bashkëshortës. E këtu një pyetje që më la shumë përshtypje. Pyeteni, a ki që mu martu prapë? Nera, që tash o për 3, që kështu që s'ka nevoj me mendu kur për diçka tjetër. Nera edhe mos t'ishte për 3 hiqë një jetë, për Nerën duhet flasë shumë, po unë vjen keq që të marrë minutazh në televizion, po ajo është e shejt për mu, sikur për çdo bashkëshort që është gruaja bashkëshortja. Nerën e kam krejtë një jetë, unë e pa Nerën, s'kisha kënduar, ndoshta kisha qenë i smur, atë e kam që promotor i punëve të mia i djersësime është ajo. Unë i kam bërë thash 20.030 km me makinë, tanë natër nuk ka fjetur rrugëve, lal ku jese, kështu më thot, apo të gjumi, a je mirë, dhe sa më rinë orën 5-6 mëngjesit. E ta falemderoj që në fillim Nerën, krejt që ka bo për mua. Bulzën, Ermalin, Arianën nusën time. Arianën ta falemderoj dhe për përkrajen, dhe që na i ka sjell 2 lule më të mira një jetë. Artin edhe Vunën. Dhe gjithë shokët, gjithë kolegët, gjithë ata bashkëpunëtorë të mëdhej. Ta falemderoj Virusin, një kompozitor të madh, një njeri të madh, një muzician që thojnë i hallakatur në kuptimin më pozitiv. Një hitmaker, një njeri që di mas mirit të kompozoj dhe të orkestroj dhe që ka veç shpirt, që është i tëri në nerva, në kërkim e sipër, në zbulim e sipër për këngëtarin, çfarë të bëj, si të bëj, si ta bëj një këngë. Unë kam folur me the që do ta bëjmë një këngë, 2 këngë, hajtë sot, nesër, sot. Kohët kalonin, takohesh me Elitën 5, me te, hajtë. Sabri, do ta bëj një këngë, si flet ai. Do ta bëj një këngë, një hit, ultra hit. Hajtë për Virus, hajtë. Dhe më në fund, producentimi nderuar, zotëri Emrush Taçi, që e falemderoj nga zemra shumë, që bëri një kthes në jetën time prej këngëtari. Më tha, ti duhet t'i këndosh këto këngë që më i solli. Dhe këto këngë i ka kompozuar dhe orkestruar Virusi dhe Alban Fortuna. Dhe që i falemderojmë dhe Albanit shumë. Dhe tha, s'kesh ati të dëgjosh, ti ke për të shkuar në studio, tekset i ka shkruar Fatmir Muja dhe ke për t'i kënduar. Shkova, i këndova dhe unë si kam këndu veç i di që me zemër. Si kam dalur nuk e di, po pritjen që ma bëjnë publiku, unë edhe më brëm, sot kam ardhur në mëngjes, kam qenë në Makumba në Friburg, më vjen turp me thonë, me ovacion me kam prit konë.
Faleminderit shumë. E ki zonin si mi pas 20 vjetë. O jo, faleminderit shumë. Faleminderit. Si janë raportet me kolegë, pyesin? Unë kolegëve të mi u kam shumë borç. Më të moshuarve, gjeneratës mesme dhe të rinjve. Më respektojnë shumë, më duan shumë, më qmojnë shumë, sepse i respektoj dhe i dua pa mos dhe i qmoj shumë. I falenderoj shumë, më mbështesin shumë, po më duan sepse unë i dua shumë. Edhe unë nuk di si po a kthej atë qjele ata që e kanë, atë paraqitje me mua, atë si sillen, si flasin me mua. Më admirojnë sepse unë i admiroj. S'kam fjalë. I lumi unë për kolegët e kolegët që i kam. Shumë pyetje, shumë komente kanë arrit edhe që po më lidhin me diçka tjetër. Kështu që unë tash po ngritem këmbë për shkak që ti ju falenderove shikuesve edhe këtu kanë ardhur shumë pyetje që unë patjetër duna këto momente. Patjetër për me bo diçka. Okej. Urime ditëlindja 65. Kush të lëzaj? Kush ka tjetër për pas nerës? So e pa besi e. A di pse se kur dola kur unisa për kthej, tha lal, a do t'i tregosh labit që ke ditëlindje? I thash jo se s'ka kuptim se është marrë. Kjo them njerëzve që sot e kam ditëlindje. Po ishë njeras më ka të regu sot, më ka të regu para sot. Unë faleminderit ti e i madhë, faleminderit shumë. Inshallah edhe shumë tjera të mira, lumtura, një 65 që kështë e ki prej një kafe me labin edhe pellinit. Faleminderit shumë. Pse, dhe me thonë, pikrisht, tash këto momente u dufta se e kam lanë krejt në fund që mos të emocionoj edhe shumë. Po, shumë pyetje kanë ardhur sa vjeç është Zoti Sabri Fejzullahu. Zoti Sabri Fejzullahu në shpirt i ka 20 e 65 kështu në realitet. Faleminderit shumë. Veç ti me ba gjana tilla din edhe televizionin e steni që admiroj unë. Inshallah edhe shumë tjera bashkë me ata cilë të rrethojnë. Ka përpos familjes, ka dhe shumë njerëz tjellë cilë të rrethojnë edhe të bojnë me qenë kështu që. Faleminderit shumë. Këtonën tjetër thojmë pse s'pa bën një këngë me Ermalin, e tham pakës ma parë se do ta bën së shpejti. Cila është dhurata më e mirë që ke marrë ndonjëherë? A të pëlqen futbolli, a i fans ndonjë ekipi? Më pëlqen futbolli. Jam fans i Barcelonës. Për reprezentacioni jam fans i anglezve, i anglisë, kontarës angleze, nuk di çka tjetër. Ke befasu me këtë tortë dhe jam shumë i... Se nuk kom dash, se s'ka kuptim tash me thonë, e kam ditëlindjen sot dhe kjo. Kështu ndodhi kjo sot. Më thonë, unë erdha në emisionin tënë, pa e ditën unë që ke për ta ditur ti që e kam... Jo, unë, kur kam ftu javën e kalume, kur kam thonë që a ka mundësi me të pas në emision, edhe më këtë thonë, po e lëmë për javën tjetër për shkak që ishe i zonën edhe ishe bashkë me njerën ishe të mbunë. Edhe ndërko, kur bisedum për këtë javë, edhe ndërko dhe më thotë, bisedoj edhe me njerën për ndonjë gjë interesant kështu, edhe më tregon thotë, la, po të regoj veç, mos të rego, po prap më në të rego, ama si e bona surprizën, se ta, a dita kur është Sabri unë emision, ta, edhe ka 65 vjetorin. Edhe merë mirë më bëqefe tash, sa mirë kështu bashkë në emision ku po qiloj, ka se i du këto gjona që janë, edhe pa tjetër që kur të kryet emisioni, ko me ta bo dhe DVD-n që me pas gjithmonë se në televizion. Se si dhjetë jetës. Unë gjdo mëngjes labi lutem Zotit madhë, them, o Zot falemderim nga zemër aty, po të falemderojmë, o i madhi Zot që po ma mundëson edhe një dit jetë, me jetu edhe një dit, edhe sot, për ditën e sotme,
edhe që po më mundëson të më japi shëndet edhe të punoj edhe një ditë. Këtë e kam si moto një jetë, prej vitesh tëra që i them. Edhe e falenderoj Zotin shumë që ma ka dhënë shëndetin edhe po mundem të punoj akoma. Po kur ka njeri u kështu, si në thonë, befasira tila, shumë ta njetë, çdo lloj befasie, çdo lloj rrethimi, çdo lloj momentesh, kështu që të rrethojnë dhe që jenë jetë. Shumë pyetje kanë ardhur të ha zemrën, loç, kena... A muj me hek? Jashtë shumë ftofto, më kenë dze. Më falni, kërkoj ndjes shumë nga shikuesit e nderuar, po më falë. Të ha zemrën, jetë loç shumë, të përshëndesin, t'japin komplimente, pastaj pyesin cilin vit është martu, cilin vit data kur ka fillu me këndu, shumë pyetje po vinë. Kur kam filluar për të kënduar, për herë të parë në vitin 1960, fundi 64, fillim vitit 65, që kam formuar grupin vokal instrumental Edisonet, një grup atëherë që imitonin Beatlesit e Stonesit që kam thënë. Pastaj fillova dhe këngë shqipe, atëherë në atë kohë, që kam pasur njerëz të mëdhej, muzicianë të mëdhej, që më kam mësuar se si duhet cilë, më kam mësuar shumë nga ata këngëtarët e moshuar, nga instrumentistët, nga kompozitorët. Shumë kam mësuar dhe që të rjetën jam falenderus atyre. Do me thanë, unë nuk kam ditur asgjë, pos që kam patur vullnetin dhe dëshiren për të kënduar. Po ata të tjerët më kanë mësuar. Dhe pastaj zemra dhe emocioni dhe koncentrimi dhe qa po këndoj, si po këndoj, ka orë dhe të kjo. Dhe ata gjithmonë, ata që i falenderoj të rjetën, publiku i nderuar, aj që më mbanë. Si më përgjigjë në gjithë të pyetje? 371 pyetje deri tani janë. Edhe kryesisht janë gjitha me komplimente, me lavdata. Tash kam fillu gjitha, po tuja që rem kështu. Urime ditëlindja, o i madhe Kosovës, urime Agji Sabri, urime dhe 100 tjera, urime edhe shumë jetë gjatë dhe të lumtur. Nuk e di sa urime ti ke, kështu që faleminderit gjitha atyre të cilët po shkrua. Shumë faleminderit shumë. Lab, Agji Sabri ka 20, e jo 65, urime edhe 109 vjetë tjera të lumtura. Faleminderit shumë. S'po di që më thonë, po s'faleminderit. I prit që edhe jo edhe 100 e ma tepër. Gjithë ju të tjerë. Interesant, një pyetje, po më lem për shtypje. O Lab, apo e pyet, a mundit ndo një kongë mos me këndu pa e vënu dorën zemër? Po zotin unë kër këndoj Lab kur njetë nuk mendoj as shka jam të bo, as si po dokna, as si jam shtramu, as qëfar dora, qëka po boj se mendoj në tekst edhe mendoj si ta këndoj ma mirë dhe dur nuk di edhe ka jere di që jetë e proj. Unë kër kam pas bo një qëtash së fundi e bëra klipin e këngës që ma ka kompozu dhe orkestru Virusi në tekst Fatmirit, lutem për ty, e kisha pas të pru, që thëke nona jam këtyn e herë, ndjes pas, po delën sërnisht djali jem. Edhe një me sinqerisht, me gjeste, mirë po, unë jam i tjilë qa me do. Agji Sabri, ti art i këngës, i jap shpirt, po cilin këngë e këndën për shpirtin tënë të dua? Atë kujtohet natë e parë, shikur binte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, për shpërisnim për dashurinë. Sa rodon grësi e parë, kur përnera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thoni vargje për ardhërin në Prishtinë. Të lumt. E di që, thash, po më ju përgjith gjitha këtyre pyetjeve, e di që është shumë e pamundshme për shkak që janë numërta edhe plus që secila për këtyre tash e ka edhe urimin e vet.
duke thënë urime, komplimente, urime edhe shumë tjera. Faleminderit. Kudo që janë shqiptarët, kudo që janë rruzullin toksori, faleminderit nga zemra, dhe që janë duke përcjellur këtë emision, dhe çdo emision të ndin dhe televizionit shmuar, e më populist, më të shikuar në shqiptari, televizion 21, i faleminderit nga zemra dhe ju dëshiroj gjithat mirat në jetë, shumë të mira. Këto ato fjalë që i thonë për mua dhe për të tjerët, për neve që na përkrajnë. Jo kthejt Zoti atyre, me të mira, gjithmonë atyre. Përshëndetje, për zotin Sabri, desha një pyetje, me abo, a i kujtohet kur ka qenë në ushtri në Shkup? Po. Me qënë lajqen, bashkë. Si sëm kujtohet? Ku keni këndu në një syneti të Qamili, në Qajer. Po, Qamili edhe Rasimi, Raskoja, Qamili edhe, po si sëm kujtohet, kur një të harroj. Se me shuni kemi qenë bashkë, a i ka qenë një tjetër kazerma, një tjetër, kemi qenë në Shkup. Dhe kështu që shtuneve ikshim nga kazerma, pa e ditur e djelleve, ktheheshim, ikshim në Prishtinë. Çdo gjë e mbaj në mend dhe se harroj kur asnjëherë. Po. Në celularin tem personal tash po arrin edhe mesazha të tjerë ku po të urojnë për ditëlindjen. Shumë uroj e lap të dashurit Haxhi Sabri, edhe nga unë sinqerisht respekt i sinqert nga mentor Mripa. O mentorin e përshëndes shumë. Nikun dhe kolegun tim nderuar. E përshëndes nga zemra, shumë i dëshiroj gjithat mira. Edhe mimoza për të arën ditëlindjen, një mikeshe imja, kështu që shumë. Falenderoj shumë, përshëndet shumë. Cili profesion ju pëlqen më shumë, aktor apo këngëtar? Unë kam thënë dhe po e them dhe kam thënë të tjerët që këto shkojnë tok këto dy profesione. Çdo këngëtar di të aktroj dhe çdo aktor di të këndoj. Kudo në botë është kështu. Bile unë mendoj që kur të këndon aktori, këndon pak më ndryshe se sa këngëtari. E ne jemi interpret, si jemi ka e drejta këngëtar. Unë mendoj që këngëtar është këngëtar i operës. Ne jemi interpretues. Përshëndetje, nuk kam ku një pyetje, sidomos edhe këta të Zvicrës tash, Gjermanise, janë inkuadru anë kënd që janë shqiptarët, po të përshëndesin, po të urojnë gjithat mira, atje numër 1, shumë komente të mira janë në kuadër të Facebookut. Haxhi Sabri, më i mirë, uroj gjithat mirat në jetë, Haxhi Sabri, si vjetë bashkë. Po më pysin këtonën tjetër edhe punën e parfumit, telefonit, qëfar telefoni... Telefonit ka 20 euro, mi shumë thjesht. Qëfar telefoni... Si se nuk ditë punoj me ta lidhje s'ka. Qëfar parfumi për dorë. Parfemet i për jam shumë marakli i madhë dhe i ndroj. Ka e dojta, i ndroj. Herë kështu herë është. Jeni artist i vjetër edhe këmë bon mirë mundi që edhe rinia të adhurojnë. Po, edhe unë dijem shumë mirë dhe i falenderoj gjithmonë. I falenderoj shumë sepse nga 16 dhe në moshën 28 vjeçare, kështu në mbrëmje kur këndoj, ti e din më së mirë se jemi bashkë. Edhe kjo është publiku im, do me thënë, që vinë edhe unë jam shumë i lumtur. Mos them që edhe 5 vjeçarët më duan, edhe 6 edhe 7, se u myta të u lidhë. Kështu është, se unë, nëse nuk e them atë, atëherë njerëzit thonë, qa unë e dua Sabri Fizullohun ai mua. Po jo, se unë për ta ekzistoj, për ta jetoj e punoj. Edhe ka i drejta këta më mbajnë mua edhe më mbajnë shëndetin edhe... Me thonë maj miri, pak po mdoket, e kështë që i mrekullueshëm, ka shkëtë. Të ha zemrën e përdor hala. Edhe gjithmonë për një. Kështu, te kamera këtu, shikoj e qëta apo të kujtohet. Wow! Unë, Qun Lajqi, edhe kjo me syza, ku për mu që s'pesho, kanal, unë, më falë, atë qohëm... Po mund është liresh edhe të ekrani atje, ku është ekrani maj madhë? Ekrani. Po. Enver Kaçaniku, kjo me syza,
kolegu im që kemi studiuar bashk, mik jem madh artist, në veri që ka një grua të madhe shpresën, një zonjë shumë të madhe, edhe kush ke tjetër, mu duk Sefo Beto Krasniqi, indjeri që ka vdek. Kjo fotoshku edhe Qunlaqi, që ka qenë pikresh në emisioni Sefo Beto Krasniqi, ka qenë regjizor dhe aktor dhe scenarist dhe njeri shumë i madh, po që ndjes post e ndrit shpirti për jetë që ka vdekur to 4-5 dit në Francë që kishtë vdekur. Ndjeva dhe mshuri shumë të madhe, sepse kam patur edhe koleg, edhe mik, edhe jemi shmuar me zvete dhe jemi respektuar shumë, por ka vite që se kam parë, sepse kështu e ka kjo jeta jonë. Pilizoj disa prej komenteve që thënë lukumje. Edhe pse po thënë që e plak, po si plak hala. Pra qysh jam plak, unë e di që jam plak, unë jam i vedishëm, edhe falemderoj për kulturën që thonë kështu, se vetëm njerëz të emancipuar, se më thanë të kulturuar thonë kështu për të tjerët. Se unë e di që jam plakur, edhe jam i lumtur që edhe inshallah Zot plakem akoma, vetëm të plakem i shëndetshëm, të plakem shnosh. Për këthe kam dëshirë të flak. Për shëndetje Radio Televizionin Listëni, Haxhi Sabrej e një yll i muzikës shqiptare. Komplimente, zëri yt është i maniqëm. Pastaj është tjetra, cila është kënga e arshme e juaja? Kënga ime e arshme, titullin nuk e di si do t'ja vej Fatmiri. E kam një balad dhe një këngë më ritmike, që një javën tjetër do t'i inqizoj, të virusin në Shkup, në studion e ti, dhe po si do t'i titulloj Fatmir, më nuk e di, sepse është kompetencia dhe e Emrushit, e Mrështaqit, se këto puna i di më së miri, si të titullohen këngët bashkë me Fatmirin. Unë nuk di, unë di vetëm kur të më thonë këtë ditë duhet të shkosh, kur të më thotë Emrushi në studio për të kënduar, unë shkoj, mundohem me shpirt me këndu, që të pëlqejnë njerëzit. Kjo është synimi juni, i çdo këngëtari. Dhe kjo, e pasaj me këto tjerat nuk mirem, edhe do t'i falemderoj shumë Emrushit për këto punë që nuk mirem, sepse ai mendon për çdo gjë, për mua, për tekstet e mia, për këngët, për orkestruesit, çfarë instrumente do t'hyjnë, ai mendon më së miri, kush do t'jetë kompozitor, orkestrues dhe kjo më e mira. Po. Thash 371 komente. Me i lexu gjitha është e pamundshme, po ato pak më të veçantat edhe diçka u mundova me shkput për Facebookut, edhe po e përfundoj me qëta. Sa i përket pyetjeve të Facebookut, mirë, kur po thotë, Gjisa bre, deri që tash ki hungër zemrën të tënve, lena neve tash ta hajmë naty. Dhe shumë. Kështu që faleminderit gjithë atyre që cilët kanë vazhdu me shkru në fanpage-in tonë, një kafe me labin, duhet një faleminderit shumë të madhë, sepse në fanpage-in tonë ka arrit një numër, mami të më pështu një rekord, 26.041, i kemi veç friends edhe like-a që kanë bo, kështu që faleminderit shumë. Okej, po e mbylli komplet, po i kthehemi pak në për vite. Vitet po shkojnë, arriti tek 65, dhe 65 të thojnë njerëz se duhet me dalë në penzije. Po, unë jam i pension. Para 3 ditë shkam qenë, kje trusti pensional dhe i mbrapa teatrit, edhe tash po e them televizion, edhe një zonë kur më ka pa, tha, urdhroni zoti Sabri, unë tash si jeni, a jeni mirë, a jeni lodhë, si e kaloni mirë, urdhroni, thash unë jam marrë, vesh më së më thuni që për pension, i thash, po për zotin. Ju pensiononi, thash, po për zotin, po. E filloj,
Po si, faleminderit që më ka zemër, po jam i pensionuar. Kështu që? Jam i pensionuar. Jam i pensionuar në këtë shtet që është më i riu, më i bukri, më i miri në rruzullin toksor. Për mua si sa për vizua. Fjallet që mi the ti, fjallet që i thonë ata të tjerë, në këtë tokë të mirë, ma e mira në botë, në këtë hapësirë, në këtë ajër, në këtë frymoj lirshëm, mendoj lirshëm, këndoj lirshëm, kthehem lirshëm në mëngjes, nipat në besat, kthehem natën ditë, nuk ka një. Kur në historinë e popullit shqiptar të Kosovës, si Sabri po them, kur në jetë nuk i kemi patur punë më mirë në këtë Kosovë. Ja hongsha zemë, këtë popullit tim edhe kësoj Kosovë që jo më e mira. Punë po shkojnë më së miri në jetë. Ta shoni kuptoj opozit që thonë edhe duhet ketë edhe krejtë. Pra po them si Sabri, unë jam njeriu më i lumtur në botë, se vitet po më kalojnë, po e ka marrë një rahati, me këto vite po e baj një rahati, që nuk e kam pasur si i ri, nuk e ka pas askush nga gjeneratat e mia, as ato të mëhershme, as njëherë, të liri shpirtërore, emocionale, kombëtare, krijuese. Unë më shumë të jam dëgjuar në jetë nëpër televizion dhe në radio dhe në gazeta dhe më shumë të kam dhënë nga viti 99 nga liria e Kosovës deri sot. O edhe më dhem zemër për kolegët e mi të nderuar që mund atë kohë e lanë, jo pse erdhe e kohë, po sa jo koha është më e mira, po sikur erdhë Kosovë e lirë të më zdu, më të këndoj asas i gjamë. Merda jo që e kam pritur të njetën edhe, që është, që u aqmoj atë, po është dashur të vazhdoj. Se hyra në diçka që po kur t'i bëjsh vetë e mija, pastaj t'i flet me emocion të lumi unë që jam i lirë, nipat e mesat e mi janë lira, e kemi shtetin tonë, parlamentin tonë, qeverin tonë, presidencën tonë, institucionet tona, gjyqësin tonë, policin tonë, ushtrin tonë, kufit tonë, himnin tonë, flamurin tonë, çdo gjë. Kjo është e madhe. Latë binot, po, kjo e madhe, për zotin, po. A gjitha bre, po të thamë, kështu, e di që ndoshta një putrim edhe shumë ma gjatë, e di që kemi qka të plasim me ty, shumë qka. Por, kisha të është, në fond, kështu me përfundu biseden, e di që albumi fundit ka qenë mjafti sukseshëm, është komentu shumë, është ndëgju shumë, këngët e fundit janë transmitu shumë, edhe janë dëgju shumë. Bilem sidomos njëna prej këngëve që po këndohet shumë, videoklipi i parapriti, edhe unë e kam transmituar këgjasi shpesh. Po, të falemderoj shumë. Sepse edhe unë e du personalisht edhe në veture kam, kështë që kur pak në isen me vujt e lëshoj që atë këngë. Veçimit e albumi fundit, atë them që albumi është titulluar Ku je me kënje, që e kam kënduar zbashku me Vjollcën, Vjollca Haxhiun. Ky ka qenë dueti i dytë, edhe që e përshëndes Vjollcën kudo që është, edhe Vjollca është një këngëtare shumë e mirë, shumë. Edhe tash është duke përgatitur e di një këngë vetë ajo për ta kënduar, një duhet e kemi pas. Dhe ka qenë shumë e sukseshme, kemi pas shumë paraqitje si vjetë verës unë ajo. Po, bashkë. Duke ju falemnderuar këtyre dy dueteve që i kemi kënduar së bashku. Tani tutje do të vazhdoj prapë me punën, do të punojmë ditë e natë, sa mundem dhe sa më ndëgjojnë. Momentin që nuk më dëgjojnë dhe nuk mundem, s'mundem kur s'më dëgjojnë, unë të riqe ma dhash, ka dalë, duke ju falemnderuar gjithmonë. S'patlojmë më të njerëzve. S'patlojmë më të rejtë. S'ka, mirje. Nuk po shkon tu plok, tu për tri tash. Falemnderit shumë, falemnderit. Inshallah. Dhe kështu pleqve duhet t'i fush. Unë përshon 25, 29 po ma qëtë, po ndoket, 29 po ma qëtë. 29 mu ma qëtë. Ariana, biseden do t'a përmbyllim me videoklipin. Me cilën? A banë edhe unë mi thonë një bisoj? Jo, po, pa tjetër veç, me cilën, Arianës mi të regu, me cilën këngë ta përmbyllim? Me cilën thua shti? Ta përmbyllim këngën e fundi që ata që kom transmitu. Me gjithë dëshirë. Lutem gjeje ku të munesh, në arkivin edhe me lutem. Okej, për fund krejt, për gjithë ata arkus, për gjithë ata të cilët
Vazhdimisht me ty kanë qenë. Kam shumë dëshirë t'ju falemderojmë njerëzve që bëjnë për mua. Edhe që unë asnjëherë nuk po mundem ju falemderu. E kam qef botrisht, kam dëshirë flak, botrisht ju falemderoj. Spari publiku nderuar, kudo që janë, kudo që më mbajnë akoma, që më jepin shpirt akoma, që më shtyjnë që të punoj akoma, t'jap më shumë në këtë moshë. I falemderoj 1100 herë nga zemra. I përshëndes nga zemra kudo që janë, kudo në botë, shqiptarët, gjithandej në rruzullin toksor. I falemderoj ata që bëjnë për mua produksionin, Emrakom, Avnion, Sokol Krasnishin e Nepoles Agentur, në Lucen, mikun tim të madhë, Besartin, i falemderoj Regjen në Norvegji, i falemderoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Martin Gjelajn, Gjergjin, Gjergj Stronajn në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E falemderoj Armenin, djalin tim, Adelinën, nipat e mia, besat e mia, në Londër, i dua shumë. E falemderoj televizionin Esteni dhe afërditën e madhe, atë zonin e madhe, atë damën me kamelje, ajo e hekur që është, e qelikt ajo, që më ka rikthyer edhe si aktor këtu, zbashku me mikun dhe kolegun tim, kolegun si këngëtar dhe si aktor të madh, Florin Kelmendin, që më kanë kthyer në televizion për të luajtur në kabaret, që kabareja sa filloi e mur erdha atje për ta shikueshmërinë që shiqoj njerëzit. Unë e di që Florini është lodhur shumë edhe afërdita edhe Xheri, sepse këto janë zbulime për të shkruar tekste të reja për gjitha ato këngë, për t'i gjetur këngët për gjitha ato, për ta sajuar një emision të tërë prej një ore gjysmë Florini, kriti di këto, po jam shumë i lumtur që prap, dikun nga fillimi maksimumi tetorit, do të fillojmë prap me kabaren varieté Prishtina këtu. Edhe, qa me thonë tjetër, se po tut në dhe lapë fola shumë edhe sasha si gjohë. Me ndë kom pas me thonë diçka të modhe, jo, për me thonë diçka prej zemrës për njerëzit, për njeri u kur të me ndonë. Me u falimderu tjerë dhe me fol mirë. Ki fol, mbi gjitha kam fol, të 65 vitet e tuja, kanë japë shumë qka këto vitet e fundit, ki bo shumë qka për këta shikus që janë. Unë edhe njere, me gjithat mirat, fat, dashuri, lumëturi, mbi gjitha t'japë Zoti shëndet. Faleminderit shumë. Që mos ndalesh. Faleminderit shumë. Na mas këtu, mas emisionit, pim prap kafe bashkë, kafe në ditëlindjes, se kemi pi në studia. Lutem. Faleminderit nga zemra shumë. Me lutem për ty, Faleminderit shumë. po e përfundojmë bisedën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Lutem për ty dhe pas lutem për ty është bloku marketingut edhe kthehemi përsëri bashkë në studion e emisionit.